ajetin 6 edhe 7 kaq sot nuk do të vanohem më tepër, do të kalojnë ajetin numër 8 inshallah. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu thot: "Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Këtu e kam sot e qendrën e dersit tim masi që njihet komentit ajeteve në suratul Fatiha, surat Fatir të mfalni. Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Në këtë pjesë të ajetit gjematin ndershëm edhe rinjë dashur, Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu na ka afru dishka në përmet këtij Kurani Kerimin, këtë ajet me të cilin ajet na ka tregu thelbin e i letit të gjitha shoqërive prej Ademit deri te djali Imramil cili do të linden këtë botë. Sa fjalë janë këto këtë? Afa man zuyyina di lahu su 5 amelihi 6 faraahu 7 hasanat 8. Këto janë 8 fjalë të kësaj pjesë të këtij ajetin Kurani Kerim, nëpërmjet të cilave Allahu xhalla xhelaluhu shkaqet e gjitha këqijave në këtë botë që ndodhin janë pjesën e këtij ajeti. Këto fjalë, këto 8 fjalë. Ka është pjesë e ajetit e cili kur ta komentoj që tash ka me të lanë pa përgjigje, sa është në formën e pyetjes. Ajet në formën e pyetjes. Ka me të lanë ti e pa përgjigje, edhe ka me më lanë mu e pa përgjigje, edhe i ka lanë njerëzit preja ditë s'ka ka zbrit deri tash, edhe ta mi do t'i lanë e pa përgjigje. Ti kërko, unë do t'a spjegoj, ti kërko përgjigje në vetë vetën mush me gjetë. E thonë, afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Çka mendoni për atë njeri i cili gjitha punët i ban keq, po në to është i bindun sa atë e bo mirë? A keni përgjigje gjematin ndershëm? Çka mendoni edhe njëherë? Çka mendoni për njeriun i cili tana punët keq i ban, i bindun se aja tu vepru më mirë prej kejve? A ka përgjigje? Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Allahu xhalla xhelalu ka thonë këto, o njerëz, këto e keni i letin. Prej çto, prej këtij burimit po ju rrjedhin gjitha të këqijat. E ban muhabetin dhom. Ndoshta 4 orë duhet me ndëgju pas se s'ka mundësi që tërkush me fol. Prej fillimit deri në mbarim vetëm shkret. Mirë po i bindun sa ato e fol vërtetën. E ban punën fush, i ban damarës vete dhe ku i shive hakarat kejt, i bindën, së një afrosh me i thonë se e ke gabim. E ban punën e keqen midis rrugës, së një afrosh me i thonë se je keq, se i bindën sa të e ban mirë. Ta shkru në letrën, me fjali ma dopta dhe ma sulmuse, ta qënë, ta prek shpirtin mrena dhe ndërgjegjet, ndoshta edhe nderin ta prek, i bindën sa mirë. I bindën sa mirë, i ban punë dhe tegra të gjithë, kejt argumentet të afron se i ka bon buta punët. A kejt veprimet i ban tegra. Në gjitha fushët e veprimet, në gjitha fushët e veprimit ati, në gjitha fushët e zbatimit, të gjitha punët i ka ati tegri që ka jeton mal, ama uniformën e ban të ati shka qëllon sharkullona për qitet. Punët i ban të leonit, punët i ban të gjitha të leonit. Bisedat i ka të melaqës, fjalët i ka të melaqës. Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ash i barabart ki me atë që Allahu xhalla xhelalu i tutët. Ash i barabart ki me atë që e fol fjalën e drejtë edhe nuk nin më mas se sa kushton. Ash i barabart ki i cili zgjanon rrugën me atë që rrugën e ngushton. Ash i barabart ai i cili murin e ngre ka irti i vet me atë që shtin ka rruga. Ai që shtin ka rruga, murin e vet e shtin ka rruga, prej rrugës e ban o bord vetin, aja të ju dok, aja të vepru keq, po ash i bindu sa të vepru mirë. A i cili e ka shlu në rrugë atë që prej u borrit nuk del në rrugë, a mira të vepru a keq, aja të vepru keq, mirë po a i po e shef mirë, se po e shef me si të smut, nuk atë e pa me si të shnosh, nuk atë e pa me si të letrës Allahu të ardhën prej qilë njerëzijës,
Dhe kad yunkiru lisanu l'ma'a min saqamin. Dhe shpesh herë gjuha nuk I ven uji shishëm, kush I ka fajet, a uja gjuha. Uji kur si ka fajet, a I gjithmon është furat, a I gjithmon a I qetë dhe I pasër, a I gjithmon a I këndshëm, kush I ka fajet. Sot e kam pini shishe uji shumë I edhët në kardë, nuk ka pas. Unë atë shishe uji prej që ati bardaki I dhash ati qetrit nuk tha kështu. Unë prej ati bokalli kejt dhomës I qita me pi mazdarke, as njase ngrejt I gishtin me thonë se ka uji idhët. Pse ti e të ardhe idhët? Shkosh I qoje problemin e gjuhës, se me gjuhën ke problem. Kad yunkiru lisanu l'ma'a min saqamin, shpesh herë gjuha e konsideron ujin e idhët, ama gjuha I ka fajet. Ajo është e smut. Po me ndonë sa mirë. E fa men zujjina lehu su amelih, faraahu hasana.